Gjatë muajit nëntor janë larguar 1500 metra kub mbetje nga deponit ilegale. Ndërmarrja publike Higjiena Komunale informoi se është ndërhyrë në pothuajse të gjitha komunat e Shkupit, si dhe në të ashtu quajturat pika të zeza ku është vërejtur hedhje e vazhdueshme e mbeturinave në hapësira publike dhe rrugore. Gjatë muajit të kaluar, ekipet e ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup kanë mbledhur dhe transportuar 1500 metra kub mbetje të hedhura në mënyrë të parregullt, përfshirë mbeturinet e përzierjeve komunale voluminoze dhe inerte nga ndërtimet. Nga Higjiena Komunale sqaruan se në këto të dhëna mujore nuk janë të përfshira sasitë e hequra të mbeturinave të hedhura në mënyrë të parregullt gjatë aksionit masiv për pastrim të kryeqytetit, i cili u zhvillua nga data 6 deri më 9 nëntor. Ekopatrolla pranë ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup realizoi gjithsej 179 biseda edukative me përfaqësues të subjekteve ekonomike, si dhe persona të cilët janë kapur duke hedhur mbeturina në mënyrë të parregullt, ku janë përgatitur edhe proces verbale. Përfaqësues të ekopatrollës informuan qytetarët për mënyrën, vendin dhe kohën kur në përputhje me dispozitat ligjore duhet t'i hedhin mbeturinat komunale dhe ato të ambalazhit.